Faleminderit të nderuar kolegë. Do t'ishe në nderin e këtij parlamenti dhe si një falje dhe korrigjimi të madh nga kjo maggiorancë të kalonin sa më shpejt në këto periudha projektligjin e paraqitur nga ne, një projektligj që lidhet me gjendjen civile për përcaktimin qartësisht që në Republikën e Shqipërisë njihen dy gjini, mashkull dhe femër. Është një domosdoshmëri absolute të krijohet, që miratohet ky projektligj për të mbyllur një mënyrë keq interpretimi që ju, të nderuar kolegë të maggiorancës, kërkoni të bëni për të shtyrë pastaj në shkatrimin e konceptit familjes, në ndryshimin e konceptit adaptimit fëmijëve, në fundin e konceptit gender në shkolla dhe në pranimin e ndryshimit të genderit në mënyrë zyrtare. Pse e them të gjë? E them të gjë sepse ju përsëri po aktivizoni në këto momente planin tuaj, programin që keni paraqitur prej 2 vjetësh, por përsëri po aktivizohet për LGBT-n, në cilën thuhet qartësisht 3 pika të rrezikshme për shoqërinë shqiptare, që janë ajo që ju propozoni dhe kërkoni aty: kalimin në martesën homoseksuale, lejimin e adoptimit fëmijëve nga çifte homoseksuale, lejimin dhe nxitjen e programe gender në shkolla dhe e fundi krijimin e mundësive për deklarimin e ndryshimit të gjinisë gjatë moshës dhe gjatë zhvillimit gjatë periudhës jashtë momentit të paslindjes. Është një rrezikshmëri e madhe kjo që paraqitet, unë do them, për konceptet e vërteta njerëzore të shoqërisë, një rrezik i madh për shoqërinë dhe prandaj ne në mënyrë të qartë kemi sjellë dhe kemi propozuar projektligjin i cili mbyll rrugë qartësisht kësaj gjëje dhe që është i pajtueshëm krejtësisht me kodin tonë të familjes, me ligjin e adoptimit të fëmijëve dhe heq çdo keq interpretim që ka dhe që mund të krijohet nga ligji për gjendjen civile, e cila akoma ka një mirëgullnaj brenda saj, dhe që ju të shkruar në të zezë mbi të bardhë në planin e veprimit për LGBT-n kërkoni ta shfrytëzoni pikërisht për të hapur rrugën në skutha kaq të rrezikshme të dëmtimit të dinjitetit njerëzor, të familjes së vërtetë, të dëmtimit të fëmijëve dhe të futjes së koncepte të tilla të një populizmi liberal që sot ka marrë goditje të plot kudo dhe po merr në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Europë, pikërisht për t'u kundërvënë kësaj rrymë dhe këtij fluksi që kërkon të dëmtojë dhe shkatroj bazat e shoqërisë njerëzore. Unë nuk e di a do jeni në gjendje të dilni juve nga ky bodrum ku jeni futur, nuk di a do jeni në gjendje që këto ditë të miratojmë së bashku të ndryshim ligjor që ne kemi kërkuar. Në këtë mënyrë, unë sinqerisht mendoj që ju keni një mundësi të kërkoni falje shoqërisë shqiptare për dëmet e krijuara në këto vite pikërisht në drejtim të dëmtimit të themeleve të shoqërisë. Mbas 11 majit jeni të bindur që ai ligj do të miratohet, këto ndryshime do bëhen, shoqëria do dalë nga skuthat ku e keni futur, por më mirë ta bëni ju sot sa jeni të sallë. Faleminderit.